ministri do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot, sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romanon. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër jo vetëm që vjet pasurin publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama. Dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt, qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligark, shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flitet, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korupcion, në kërkim, ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet qëndrojmë deri në fund, deri sa të iki. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vi duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këtë 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmit shkaktuar fillon vetëm me një kusht: dorëheqja e Edi Ramës. Faleminderit. Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë, e shohim njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se pse jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë të njëjtat gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira, por në fakt a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem ku komunizëm nuk i quajmë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo për vetëm elementet komuniste, po këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vetë dorë për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe ditë se mbajnë këtë pushtet, sepse këto kanë frikë t'japin llogari. Kanë frikë që në momentin që mbaron këtë tranzicion, kanë frikë që të japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu.
jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni. Jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj, përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër, një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të ketë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve pjesë shtesë të kërkesave duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këtë procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit kam. Jemi mbledhur gjithë këtu. Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg. Dhe përveç kësaj vetëm një gjë, jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim te njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, nëndësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ike e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për veten. Shqipëri e re! 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 Dëgjohem. Përshëndetje. Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë. Fytyrës Shqipërisë he. Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përtej afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëmbë ndot nga askush. Sepse po shpaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miq të mi, sepse sot shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protest, jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Prandaj gjë rastin të thraset bëjthire për çdo shqiptar që s'është ende këtu, ta bashkohet për ditë këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë desha t'ju thoja, detyroja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është ndërkohë këtu, bekimi i Shqipërisë është kjo protest, bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Bashkëdhetar që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën dhe shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington,
Sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që e kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec e kudo tjetër në Shqipëri, ishte pika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati. Zërat të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë, pa ujë të pishëm. Në Zalgjoçaj, në Kurdari, atje banorëve po ju merret ujë i pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju, edhe diaspora, e di shumë mirë se sa të këqija i kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. Por sot i bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dorëheqje! Dorëheqje! Mirëmbrëma, Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Tirana, e gjerë jugu poshtë. Ramaik! Ramaik! Berisha në Burg! Jam nënë, jam e revoltuar këtu në këtë podium për shumë arsye, për shumë përballje në përdyert e spitaleve, të cilët janë të gjithë të korruptuar, pa përjashtim. Dua të citoj 2 vargje, të cilat i ka interpretuar Indieri Mirushka Bashi. Jam shqiptar, paj kosovar, zote bujar, zote krenar, mbi këto dhe që e kam si the, paj edhe për mbi the e kam vatan, e kam atë dhe. Ti është tja po përtet, ti është tja po të regjela të vret, pa ju jam barbar, pa jo bre, nuk jam si vërtet ti, nuk jam si për që ti është tja i zi, pa i vëndin ti me dua, pa i lirin e dua e nuk dua sot mbi mua, se jam këtu nga mali kur Zoti e bani fushën fush e malin mal. Ne të ngrijemi të gjithë, sot më shumë, nesër më shumë, sepse ky vend drejtohet vetëm nga ne. Ne e ngritëm këtë njeri dhe ne mund ta ulim këtë njeri. Ftoj të gjithë të rinjt, ftoj të gjithë nënat, të cilat për arsye
shumë, të cilat presin dyrëve, dritarëve duke pritur fëmijët e tyre, që nga 2016 që janë larguar të gjithë kolegët e mi që kanë ikur jashtë. Për çfarë arsye? Për paga të cilat nuk paguhemi, nuk jepen licencat tona për arsye se duan të na mbajnë peng, por jo, ne nuk duhet të dorëzohemi. Sot më shumë, nesër më shumë, pas nesër dhe më shumë. Përshëndetje Shqipëria e re! Shqipëria e re dhe normale që ngrihet mbi respektin për pronën, mbi të drejta dhe liritë e qytetarit të respektuara, mbi drejtësinë dhe mbi qeverinë e kufizuar. Kam një lajm për juve sot. Në emër të grupit tonë organizator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi dorëzuar një draft ku kemi paraqitur ndryshimet për kodin zgjedhor. Shqipëria e re fillon nga zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta. Në 35 vite janë bërë shumë zgjedhje, por to zgjedhje janë bërë për partit, nuk janë bërë për qytetarët. Kodi i ri që ne propozojmë është kodi i qytetarëve që kërkon dhe shpreh interesat e qytetarëve dhe jo interesat e partive, aq më tepër interesat e Edi Ramës. Prandaj, veprimi qytetar i cili përfaqëson interesat e qytetarëve do këmbgulli që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet me rregulla të reja loje ku përparësi kanë qytetarët dhe jo partit. Kam dhe dy lajme për ju të tjera. Sot, dhëndri i presidentit Trump, Kushner, ka deklaruar se në bisedimet për Sazanin nuk ishte ideja e Kushner për të blerë Sazanin, por ishte ideja e Edi Ramës për ta shitur Sazanin. Pra, 100 vite prapa në kohë, pas shitjes së Shën Naumit, Edi Rama guxon të shesi Sazanin. Kjo është trati kombëtare. Kjo është të përdorë Shqipërinë si plaç tregu për interesin tënd. Dhe për këto Rama duhet japi llogari. Lajmi i tretë që kam për ju dhe i fundit është që Rama paracakohesh unë burë se kishte 800.000 vota mbrapa, që ndronte me 800.000 vota në pushtet. Në 24 orë të fundit, një sondazh i hapur Rama Out ka shënuar e ka përcyer kufirin me 800.000 votave që kërkojnë që Rama të zbresë në pushtetin. Për pasoj, Rama dhe bandët e tij e kanë ulur poshtë këtë aplikacion. Së fundi dua ta mbyll fjalën time, duke i bërë thirrje socialistëve të thjeshtë, lideri që keni juve në krye, me i shizoj Partinë Socialiste. Ju nuk jeni më Partia Socialiste, ju nuk jeni më Rilindja, ju jeni banda hajdute e Edi Ramës. Ndaj, nëse sot kanë mbetur socialistë të ndershëm, socialistë që duan Shqipërinë, socialistë që nuk duan të ngelen me damk dhe me njohë të kurisën e tyre, ata që janë deputet, duhet të rrëzojnë Edi Ramën. Është një nga mënyrat se si ky çmendur, ky psikopat politik, ky lunatik, ky person që nuk pyet për këkëndë që i ka përdorur
që kam private duhet dhe mund të largohet nga pushteti. Prandaj, edhe një herë, Rama jep tërheqjen. Nëse ti nuk jep tërheqjen, ne do ta bëjmë të mundur dhe të gjithë ata që nuk duan më që ti qëndrosh në pushtet. Tërheqje dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të drejta për Shqipërinë e re. Jam thënë që bime shëndetësore, edhe vajta në ishtë si Franca, dhe të shfarë më thamë, kur më thamë lejën e shëndrimit. Ti je i pranuar në këtë vënd, sepse shteti jotë nuk të jep shërbimet mjekësore. Ndaj sot unë të them, Rama largohu, ty shqiptarët, largohu në këta të rije të reja, mos prit të vi edhe diaspora, se për edhe dhe ta 500.000, ti do shtukesh do t'i shvrim ku të futesh. Të gjithë, për pronat, për shëndesin, ju lutem, të gjithve mos lahemi, mos ta përqajmë, të jemi të gjithë bashkë, ju dua të gjithve e jeni të gjithë shumë të mirë. Përshëndes të gjithve. Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg. Një rini e mrekullueshme. Një rini e mrekullueshme që ka sjellur në këtë shesh prindrit e vet, ka sjellur të afërmit e vet nga gjithë bota. Dhe ashtu në të gjithë botën që ndodhen shqiptarët janë ngritur. Dhe në respekt të gjithë medjave të huaja, të cilat e kanë transmetuar këtë lëvizje tonën, po i them 2 fjalë në anglisht. Dear representatives of foreign media present here in Tirana, we thank you a lot for featuring us, because most of the medias here have actually not featured it as it should be. This is a movement of young people. This is a movement that has started a long time ago, but only now everybody has come together because they have seen that gradually every single government, whether that was a right wing or a left wing, has betrayed them. They have actually created legislation which has allowed their land to be sold to anyone that they see fit, without the landowner having the right to say anything about it. This is what we call the law of foreign investors. Come to the streets because they have seen projects like Skavita up in north, they have seen projects like Narta and Sazan that is just stealing the right of not only property for life, the right of living in their own land. And that's why the Albanians now have left Albania and are abroad and are protesting in massive numbers. Thank you very much. Shkatetar, si fillim, nuk ju falenderoj gjithë dhe këtu, që jeni mbledhur, që nuk heshni, që nuk dorëzoheni, që nuk dorëzoheni. Dua t'ju them, faleminderit që e bëni qartë që Shqipëria nuk është pronë private, por është atëu i gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Që Rama jetë dorëheqën, Rama jetë dorëheqën. Unë
e kam lënë vendin tim ku kanë qenë 18 vjeç, si shumë e shumë shqiptarë tjerë, me shpresën se do kthehem këtu t'jap kontributin tim. Por sot jam kthyer këtu sepse vendi jon ka nevojë për ne. Për ne gjithë që jemi këtu dhe për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen. I bëj thirrje diasporës të vi këtu me ne, Tiranë, ja kudo. Kjo protest nisi për Zvërnecin, por sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protest sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë që ka ardhur në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante që i merr sfarr shqiptarët dhe është bërë palë me krimin. Prandaj jemi mbledhur sot këtu. Unë doja thoja edhe diçka tjetër. I bëj thirrje të gjithë intelektualëve në Shqipëri. Bëni një front politik. Vijuni kundër kësaj qeverie. Shqipërisë nuk i mungojnë intelektualët. Kemi shumë, mjaftohet t'i jepet një zë. Të gjithë duhet të jenë këtu. Po qeveria, po qeveria, po qeveria, po qeveria. Kërkesat tona janë shumë thjeshta. Dorëzoni ligjin e paketës maleve. Hiqni nga fuqia ligjin e investimeve strategjike. Vendosja e një qeverie teknike dhe e fundit, por më e rëndësishmja, ky këtu duhet të tërhiqet. Ky këtu që ka 10 ditë që nuk vjen zyrë sepse ka frikë. I bëj një thirrje Ramës. Shqipëria nuk ka nevojë për ty dhe shqiptarët nuk të duan. Faleminderit gjithëve. Dhe ne sa më shumë, ne sa më shumë, ne sa më shumë. Faleminderit. Jeni përgullush. Shqipëri na dhe gjithë emri më bukur, emri shqiptar, na dhe gjithë krenarit që të luftojnë dhe penona me të flagur, nga veriun jug, nga linja në Perëndim. Ashtu e vërtet, jam nane 3 vajzave, jam bi shqiptare dhe nane 3 vajzave shqiptare. Dhe jam këtu në mesin tuaj shtonar, prigjash shumë të madhe. Tu t'i siguroj, fëmijëve të mi, fëmijëve tuaj, një të tashmë sigur dhe një të ardhme të ndritor. Për herë të parë, historinë e këtij vendi, asa kena mundësi me tregu historinë. Ka vërshu në të rrugë një lumin, një popull i madh njerëzish, që nuk po lënë male, fushë, kodra pa prej. Ka kalu për te kufive, për te diasporës, për te oqeanit, vetëm për një gjatë madhe, që është ky vend, Shqipëria e shqiptarëve. Tu zemre del ka vendit. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e re, stat pas ka një ftyrë të mrekullueshme. Shikon atë që keni në krah. Gjithë janë kokë lartë, gjithë janë qeshur, gjithë ngjen njeri, gjithë kanë filluar me rrit ftyra. Kjo është ftyra ku do të rrit fëmijët e mi, fëmijët tuaj. Kom ne janë në gjatë fumë. Se di pse, të rruba fanë pa flasë që Shkodrana, aty ku i kam ruajnë, se pa flitet, pridiq, që ka la një pandemia madhe, ka fillu diku në një rjoll, një Zvërnez, po një pandemi që i preku shqiptar, pas ta ka lejt për te kufive, ka lejt dhe në Amerikë, dhe kja është pandemia e stik flamurit, një pandemi që s'ka asë një vej, vaksine, për ka vesh një kur të më një hershme, Roma i, Berisha i. Vesh një zjarë.
solli, mosu përçami, s'ka me kene le. Do këtë shesh kena në najt, djenë nga di që gjithë këna me kanë bashkë, dhe ajo që po kërkoni, ajo që po kërkojnë të marrin fitore për gjithë ne. Kjo protest nuk do ishte bërë ka që jashtëzakonshme dhe shumë projekte që këta i kanë fshehur nuk do këshin dalë në dritë nëse s'do këshin pasur disa ekspertë aktivistë mjedisorë që kanë bërë punë jashtëzakonshme. Ndaj kam knaqësi të thoj njërin prej tyre. Okej, përshëndetje gjithëve. Unë nuk jam aq orator sa Edi Rama, prandaj kam shkruar disa fjalë. Edhe do flas shumë shkurt dhe ju bëj thirrje gjithë folësve të flasim sa më shkurt dhe të marshojmë sa më gjatë. Sot Edi Rama me të zbardhur drita gënjeu pa fund shumë e shumë gazetarë tuaj. Ndër të tjera ju tha që nuk ka projekt. Atëherë si ma shpjegon zoti kryeministër që vlerësimi i ndikimit në mjedis po bëhet pa pasur një projekt? Si mund bëhet kjo? Më herët kërkoj që ne të zgjidhnim 20 nga 20.000 që të shkojmë edhe të negociojmë të. Ky është kurthi i tij. Nuk ka negociata. Po si mund negociojmë ne me dikë që negocion pas shpinës son në hijet e godinave të pushtetit? Ndërkohë, dy fjalë edhe për mediat. Në studiot televizive, ekspertët e mjedisit po përballen gjithnjë më shumë me lloj-lloj deputeti e lloj-lloj analisti totalisht ignorant, të paktën në aspektin e njohurive mjedisore. Dhe arsyeja është e qartë, sepse nuk ka asnjë ekspert mjedisi që mund të jetë pro këtyre lloj zhvillimeve. Dhe e fundit, unë e di që kemi shumë çështje dhe jam shumë i bindur që do jarrim gjitha. Mirë po, do kërkoja t'i japim besën Vjosnartës, t'i japim besën çdo zonë natyrore në Shqipëri dhe të mos e lëmë balë. Prandaj, zoti kryeministër Edi Rama anullo projektin, tërhiqu dhe gënjeshtrave ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Rama mbur Berisha mbur. Me që ishim të zonat e mbrojtura, kam edhe një kor tjetër. Nga Zvorneci deri në Rovë, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rovë, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rovë, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rovë, sot shqiptarët po thon po. Vajzat e djemtë më të mirë t'i kombi, sot na janë bashkuar këtu. Por unë dua t'i jap fjalën dikujt që kur një pjesë tjetër e Shqipërisë kishte nevojë nga Mallakastra, udhtoi drejt Kosovës për t'ju bashkuar UÇK-s. E sot nga Kosova është kthyer në Shqipëri, sepse këtu ka nevojë Shqipëria. Ata e bën me push, këta do e bën me rezistencë. Bravo gjithë!
I qytetar të Shqipërisë etnike që keni ardhur sot këtu dhe në ditët paraprake ne të gjithë bashkë do të jemi këtu dhe në ditët të vazhdim deri në arritjen e qëllimit të kërkesave tona si qytetar dhe si shqiptar të denjë të kësaj toke mira vjeçare. Pasi Rama ka qef disa tregime për të treguar mençurinë e tij, besoj se do ta kuptoj këtë që do t'i them tani. Zvarneci ishte thjesht në kura e leprit në kurrizin e Tevës. Ishte ndoshta për ata nuk është asgjë, po thjesht ishte mbushja e kupës së krimeve ekonomike, të krimeve të korrupsionit të madhes dhe të tradhtisë kombëtare që e ka bërë Rama ndër vite përsa ka qenë kryeministri i Shqipërisë. Thirrja Rama ik, Berisha ik, Rama mburg, Berisha mburg, është me vend sepse edhe paraardhësit e Ramës nuk kanë qenë fare më të mirë se ai. Ata i kanë peshuar rënd këtij kombi me të bëma dhe tradhtitë e tyre. Rama mburg, Berisha mburg. Do të vazhdoja fjalimin drejtuar po Edi Ramës, kryeministrit që tash rri në pushtet si Ramaduro dhe vazhdon të tregoj një ignorancë dhe vazhdon të tregoj një agresivitet si Ceaușescu. Mos na detironi të marrim hapa të cilët ne nuk duam t'i marrim. Ne kërkojmë të gjithë me demokraci dhe me qytetari të tërhiqesh nga detyra sepse e ke trahtuar kombin me shumë projekte. E ke trahtuar kombin me shumë plane politike. Ke trahtuar Kosovën kur ke dashur të shkëmbesh territore. Ke trahtuar Kosovën kur ke dashur të integrohesh me gjithë Serbinë në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje, duke marrë Vučićin, ndërkohë që Evropa i ka vënë kusht Serbisë se ajo nuk mund të eci asnjë hap përpara pa njohje reciproke me Kosovën. Ai, Edi Rama, nuk mund ta përdori Kosovën, trollin ton kombëtar si kusur për vendin e tij të qeverisë dhe të politikës. Pra, i bëj thirrje qeverisë, i bëj thirrje administratës shtetërore, i bëj thirrje ushtrisë, policisë, çdo pore të shtetit shqiptar, të ngrihen, të bashkohen me ne, të ruajnë identitetin kombëtar, të ruajnë tërësinë e Shqipërisë natyrale. Edi Rama e ka për detyrë, nëse me të vërtetë do Shqipërinë ashtu si poet melankolik sa heri vjen puna ngushtë, të japi dorëheqje, të lejoj krijimin e një qeverie teknike nga akademikë dhe profesorë të cilët nuk janë zhytur në politikën e 36 vjetëve. Për ndryshe, këto protesta qytetare do të eskalojnë, nuk do t'jenë më kaq paqësore. Rahatia e tij duke parë këtë protesta nga Kolduku do të ketë një limit. Mos na detyro të ndryshojmë mënyrën e protestës, sepse do ta kesh edhe atë mënyrë. Rama mburg, Berisha mburg, Rama tërhiqu, jo me lutje, po do tërhiqesh dikur me një protest aq mazive dhe aq agresive, sepse tradhtarët nuk meritojnë lutje, tradhtarët meritojnë ndëshkim. Okej, njëri nga turë ma thotë si kanë frika sprindit. Shumë mirë bëjmë! Ndaj kam nga qimë të apë fjallës njërës për i tyre. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam një nxënëse në 9 vjeçare dhe ndodhem përpara jush sot. Sepse unë e dua vendin tim. Disa prej jush mund të mendojnë se jam shumë e vogël për të folur këtu sot. Por e vërteta është që nuk mund të jesh kurrë shumë i vogël apo shumë i madh për të kërkuar drejtësi. Ne jemi këtu sot
Është një pyetje. Pse revoltojni kur qytetarët më në fund e kuptojnë propagandën dhe lajmet e pavërteta që ju shpërndani çdo ditë? Sepse vërteta është që ne jemi vjedhur këtu sot për adeun ton, për Vlorën, për Rionin, për atë që askush nuk flet, për padrejtësirat që na bëjnë çdo ditë. Dhe jo siç thonë mediat për komunitetin LGBT. Është një propagandë të mërshme. Ne do flasim derisa mos të kemi zë. Do flasim, do përtasim, do puçasim për vendin tonë dhe për të ardhmen tonë. Prandaj ju them, të gjithëve që ndalojnë, ne nuk do ndalojmë, ne do protestojmë. Sepse Shqipëria është vetëm e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve, ne e tjetërtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, ne e tjetërtarëve. Shumë faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, jo e trafarëve. Jo e trafarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Ramambur Berisha. Ramambur Berisha. Ramambur Berisha. Ramambur Berisha. Ramambur Berisha. Ramambur Berisha. Kam knaqësinë t'ja jap një djali që kur ka folur ai, shumica prej nesh në fakt të janë hapur, gjithë ne duhet ta falenderojmë. Emrin e ka Gen Progni. Përshëndetje dhe faleminderit që sot jemi edhe më shumë. Do flas vetëm për diçka shumë thjesht, pa e zgjatur, se edhe nuk kemi zë, por gjithmonë edhe pse dalim çdo ditë nuk do lodhemi, edhe do jemi gjithmonë edhe më shumë. Do keni parë kryeministrin që ka filluar të sulmojë influencerat, sepse një nga muret kryesore të tij ishin patronazhiste që komentonin online dhe prishin algoritmat e rrjeteve sociale. Ishin aplikacione si aktivisti që manipulonin këto algoritme dhe duke manipuluar dhe mediat, ai kishte kontroll për çdo gjë që duhet të thuhej dhe për çdo të vërtetë që duhet të thuhej. Prandaj ai sulmon ata sepse ja kanë thyer këto mure. I bëjnë një thirrje spakut, GKK-s, gjykatësve, prokurorëve që kjo protestë është edhe për ju. Jini të vërtet, hetuni sepse po presin të fusi kriminalët dhe korruptuarit në burg. Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! I përsirje të gjitha atyre bizneseve që kanë presionin të atimon mbi supe, të gjitha atyre dyqaneve të vogla në lagjet tona, marketeve, mbyllini qepena dhe bashkoni këtu! Bashkoni me ne! 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 Të bëjtjerje dhe gjithë institucioneve, rini lartë protestuesve dhe mos bëni presione për ata që marrin pjesë në protestë. Mos të provokon! 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 Gjithashtu,
Ju bëjë thirrje edhe institucioneve ndërkombëtare që të kenë sy nga kjo protest, që të hetojnë çdo njeri që bën presione dhe të mbajnë shënim të gjitha këto presione. Dorhiqu! 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 Edhe një herë përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje gjithkujt që po na ndjek nga shtëpia, nga diaspora, nga Mërgata, nga Kosova, nga Maqedonia, nesër t'i bashkohet protestës kombëtare. Pesëlindja e Tiranës 2026. Nesër më shumë. Po afrohet ajo ora që ju e keni shumë qef. Ju lutem mos bini prej provokimeve rrugës, sepse ka pasur shumë njerëz që kanë dalë për provokime. Po ju jeni treguar qytetar dhe nuk keni bërë asnjë provokim. Post patronazhiste! Kjo protest na ka vërtetuar se ne jemi më shumë se patronazhistët. A jemi më shumë apo jo? Nuk e qova! Nesër më shumë! 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 Shqiptar, pash midis jush, duke ecur dhe valvitur flamurin ton më të bukur shqiptar, një siklet të madh për të bërtitur. Midis shokëve bërtisja Rama Burg Berisha Burg, ose ju erdhi fundi, por askush nuk po e mbështeste dhe brohorisja i vetëm. Dhe prap nuk u ndala. Dhe kur të tjerët kthenin kokën e mëshinin, unë prap nuk u ndala. E bëra përsëri, sepse nuk është turp të bërtasësh, por turp është të heshtësh kur duhet të flasësh. Prandaj bërtit e kur je i vetëm. Bëj ato që është e drejtë dhe kur të gjithë janë kundër teje. Merrni iniciativën dhe hidhni hapin që të tjerët kanë frikë ta hedhin. Ndryshimi nuk vjen nga të tjerët, por vjen nga vetja. Shqipëri nuk do shpëtoj Europa dhe Amerika, por do shpëtoj secili prej nesh. Nuk la tremi kërcënimet dhe nuk la blendot leku. Digniteti nuk shitet, gjaku nuk shitet, populli nuk shitet. Ne jemi të gjithë bashkë dhe do vitali për zotat nehu. Prandaj bashkohuni shqiptar, ngrini zërat dhe luftoni për Shqipërinë e re. Mos harroni se kemi ardhur këtu. Vëllain ton e troqës zvarë në Zvërnec. Nesër mund të jetë njëri yt, mund të jetë vëlla yt apo djali yt. Nuk keni për të na tërhequr në zvarë, po do t'ju tërheqim ne kur t'ju nxjerrim nga parlamenti. Së bashku ne do t'ja dalim. Mos e praktikoni asnjë shpresën. Keni besim që do ja dalim. E janë çdo ditë në proteste edhe kur janë i lodhur. Mos u dorëzoni dhe nëse është e vështirë, se me vullnet dhe besim nuk ka mal që na ndal dhe qeveri që na del përpara. Për sa kohë ne jemi, ne shpresojmë. Për sa kohë ne jemi, ne besojmë. Dhe për
sa kohë jemi, ne luftojmë! Forca Shqipëri! Forca! Forca! Prite Ramon se po vjen, o leken, prite Salën se po vjen, o leken, prite Ballukun se po vjen. Ju lutem mos u mundoni ta hiqni ca emra me na i përzi pa këto parullat, sepse parullat janë të rinis dhe nuk janë tonat. Parulla e votuar online si pas sondazheve në diaspor është Roman Burg Berishanburg, Roman Burg Berishanburg, Roman Burg Berishanburg, Roman Burg Berishanburg. Një lajm i mirë është se sot mediat më të mëdha ndërkombëtare janë mes nesh për të qerur maskën të kryet tradhtarit të Edvin Ramović. CNN, Rai 1, Al Jazeera, Euronews. Prandaj, për ta kuptuar media ndërkombëtare që ne nuk jemi kundër partnerëve tanë, si partnerë më i madh Amerika, Bashkimi Evropian dhe Britania, kemi edhe flamujt amerikan që t'ja qire maskën e Edvin Ramović. Nuk ka Ramaik, jo, vetëm burg, nuk ka ik ti edhe t'vijun, nuk ka. Edi Rama o teftar, jetë të heqen sa më par. Edi Rama o teftar, jetë të heqen sa më par. Edi Rama o teftar, jetë të heqen sa më par. Edi Rama o teftar, jetë të heqen sa më par. Edhe njerë, Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg. Jeni më mirë. Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg, Rama Burg Berishanburg. Kjo protesti që thash ka qenë më e mira që kemi parë ndonjëherë, jo vetëm se kam mbledhur rinin, jo vetëm se kam mbledhur njerëzit më të mirë, qytetarët më të mirë, por kam knaqësinë të ftoj edhe një prej aktorëve. Në mbroma të gjithëve, ma bëhe zemra majnë që ju shikoj kështu pash, që shikoj qytetari, dhe jo pataksin komedian që nuk qes njeri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoj regjimi, kur menduam se ndryshoj regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, për mbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis, po ne nuk bëjmë pistë. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shqisja shpirtin shejtanit. Dhe nuk ka për t'ja shqitur shpirtin shejtanit. As kur kisha pozita, as sot kam pozitat e mia, me tjerë time me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Kënyshët e Ramizanis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Kënyshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt në për kafenet e Shqipërisë. Më falni për revoltën, po dhe unë jam i revoltuar për sa ju. Bravo, bravo, bravo. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi Europian. Jemi Europian në gen. Sot merren me kode gjenetike.
Fjallën gen e kemi ne. Fjallën gen unë e kam në emër, fjallën gen e keni gjithë ju në emër. Ne jemi gen e Europës. Ne nuk jemi të shitur. Këta ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e deri dhe këtë Bisha. Këtë Karagjoz, që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit i thënë fëmijëve mos flisni. Por nuk folëm ne kush do flasi. Kush do flasi? Ne do flasim. Edhe njerë më falni për nervin, ju duat gjithë. Qëndroni bashkë. Liderët e rinë do dalim, janë midis jush. Nuk janë të trashëguar nga sistemi I para 90-s. Faleminderit. Të kucimshëm që ta thonë fjalën revolucion ka shtrirshëm sa ju. Vetë për e malëcisë nome, nga që të shakë malëqor të nikë të për klubit. Dhe shta me I kujtu, sot I kryeministër se ta shëshkeri, ma thamë ma po një vorin, u fi që më shkuqojnë shkjall, me kalua dhe marë tokë tonë. Këmë mërë tokën e këtë në malëqorve të mi, edhe ju jep shokve të vetë, për me po prona, I kanë langë ti popull vetëm kocat edhe lkuren. Kanë fëmijë krejt shkollat më prestigjioze private jashtetit. Vila private, resorte luksit, nuk di që I kanë lanë më këti popull edhe prap doj. Tashti shoti kryeministër, unë veç me një që jam me ty dakord. Kur thune për intervista se populli shqiptar nuk ashtë budala. Qa ku a ke përgjigjen? Populli shqiptar nuk ashtë budala. Kesta me përshket të racinat të organizator, në lumë me përshtet krejt organizator, edhe ju kisha sugjeru një këngë Amaneti Klaunit, ashtë një grup shqiptar prej Kosove Troja quhet, ku janë dëvorë që më pëlqenë shumë, që thot kush janë ta njerës që janë shkollue dhe nuk kanë mësu që njeri nuk ban shpinë e vetë me vjeu. Një amanet kam rëgjyshit që krejt frytet ja keni marrë ti kom vetëm vorri mërën s'ka me ju lanë. Jeni të sigur. Faleminderit. Rama jepe të reqe. Oja, më duket mua apo sa më shumë afrohet marshimi, më shumë përtisni ju. Rama jepe të reqe. Rama jepe të reqe. Rama jepe të reqe. Përshëndetje populli më I
Shqipërisë. Ju këtu jeni elita Shqipërisë. Tani, do t'i them mbrapa para gazetarëve, gjithë që jeni këtu, gazetarët të vërtet nuk jeni ju pas mediave të shitura, jeni të gjithë ne që nuk po lëm rrjet social pa postuar e na ka shkuar sot në zërin e 4 anët e botës. Okej? Mësoni detyrat e gazetarisë, unë gazetarin e kam lënë pesu vetëm për mos u bërë si ju. Mësoni detyrat e hajdeni këtu. Tani, kam një fjalë për Xhaxhin, se Xhaxhi na u drejtua me çuna goca. Xhaxhi, ne jemi legjenda dhe kjo dihet se sa influencë kemi, shikoni sheshin. Ne nuk na zë gjumi nga entuziazmi, ndërsa ju nuk ju zë nga frika. Si ty, si patronashistët e tu, si gjithë ato bashkëpunëtorët e tu të partive tjera që shtiren, si kur janë me ne, po janë me ty dhe jeni njëjti mund. Jam këtu për të gjithë shqiptarët, për të gjithë shqiptarët e vërtet, për të gjithë ta që vinë me fëmijë këtu, për këta që vinë dhe ose i lënë fëmijët nuk kujdesin e dikujt tjetër, robatë nuk të shesh, për të rinë dhe të imigrantët, që dhe nëse s'janë këtu, janë bërë zërë. Për zërion, mos i lijoni tash përshëndrojnë, mos i lijoni, as tash përshëndrojnë, as na përçajnë, mos provokoni. Shumë bukur. Mos u përçani dhe për të mirë, Zoti të krye korruptuar që nuk na përçan dot në asnjë tentativë. Ne jemi më të fortë se kur dhe jemi këtu shesh. Për gjithë ju, Shqipëria e re. Gjithë të vite shkallët nuk janë shumë të leta për të në tjetë, ama pore është për hapëshim. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes të gjithë, jam shumë që nuk jam dakord Shqipëri e re. Shqipëria ka qenë gjithmonë e re. Jo vetëm që ka qenë e re, po gjithë një bukuroshe ka qenë. Gjithmonë kanë dashur të shkruajnë, nuk kanë arritur. Edhe tani, këta që kemi në krye, janë për këtë punë, për të shkryer, për të copëzuar, për të bërë cop Shqipërinë, për të shqit këtu dhe shqit atje. E kemi për detyrë. Bravo! Jemi det këtu, kemi për detyrë. Ta mbrojmë Shqipërinë tonë. E mos të themi ta bëjmë të përpërë. Është yllë. Unë desha të bëja një kompliment për babalarët që janë këtu. Babalarët, më në fund babalarët vranë frikën dhe i lënë djemtë dhe vajzat e tyre të vinë këtu dhe të vinë dhe ata vetë. Se kanë pasur frikë se do të ikim fëmijët në shkolla, do të ikim baba në puna, se qëlla i puna për copën e bukës e gojës ishe këma vetë. Tani këtu jemi det, qarë det i shkry. Ky është det i dashurisë o njerës. Ju kam shumë qarë. Shiko, ju nuk e dini se sa u dua unë dhe me këtë dashuri që më falni mua juve. O nëne. Kam shpirë.
thirrje. Zonja dhe zotër, dua t'i bëj një thirrje tërtanis të Kosovës, se dhe ata kanë ndergur shumë gjak për të ngritur flamurin në Vlorë. Ju falenderoj shumë, e kam shumë gjanë, ju më trazoni me një. Ju kam shpirt. Si që thamë që ka pasur njerës që se ka humbur busullën morale në qëtë shoqëri, ka pasur edhe gazetar cilët kanë qëndruar me shpinën drejt dhe ballin larg. Ai e ka raportuar këtë protestë. Është gazetar, ai është njëri prej nesh. Emrin e ka Osman Stafa. Qëndres, 10 ditë shpes për shqiptarët, 10 ditë qëndres që kë kop nuk e ka parë në 36 vite. Është protesta që nuk e ka thirrë Shqipëria, që nuk e ka thirrë partia, por e ka thirrë Shqipëria. E ka thirrë Shqipëria kundër korrupsionit, kundër rritjes së çmimeve, kundër situatës në spitale, kundër arsimit të degraduar. A e dini çfarë kemi bërë? Me 10 ditë protest, me 10 ditë qëndres, keni çmendur një njeri të mbrapa. A e keni parë se si sillet? A keni parë njeri 2 metra të bëhet qesharak, të bëjt fytyra? Ai është kryeministri, duhet përgjigjet dhe jo të bëhet aktor humori. Në spitalin onkologjik pacientët janë pa ilaçe. Një qytetar nga Fjeri u kthye mbrapsht pa ilaçe. Pacientët e hematologjisë 4 muaj pa ilaçe. 4 muaj që vojnë nga kanci dhe janë pa ilaçe. Ku është shëndetësia shqiptare sot? Paguajmë sigurime shëndetësore e paguajmë mjekun dorë, se këtë sistem ka ngritur. Shkojmë të gjithë në për private, shkojmë të gjithë në Itali. Kemi shpres vetëm të GoFundMe, tek ju, sepse s'mure fëmijët, dhe s'mure prindërit. A e dini ju se qytetarët e Librashtit, Prenjasit, Bogadecit, për shëndetësin, për ushimin, për naftën shkojnë Maqedoni. A e dini ju se qytetarët e Dibrës shkojnë në Maqedoni për naftën, për ushimin? A e dini ju se Korça, Saranda, Gjirokastra shkojnë në Greqi për arsimin, për shëndetësin, për ushimet, për naftën? A dini se Tropoja, se Kuksi shkojnë në Kosovë për shëndetësi, për ushim, për naftë? Po qofse ne kemi një qeveri që s'na jep as shëndetësi, as naftë, as ushime, për çfarë duam? Dorëheqje! 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 Një thirrje të fundit për diasporën.
thirrje të fundit për diasporën. I kanë larguar se i kanë lënë pa shpresë. Që mos bëni dhe ju kështu, lajmëroni të afërtit tuaj të vinë në Shqipëri. Kjo që po ndodh është histori. Kjo që po ndodh nuk kthehet më. Kjo që po ndodh duhet shuar fund. Shqipëria është e jona dhe nuk duhet ta lëmë në dorë të këtyre hajdutëve. 36 vite politik në kanë vjedhur, në kanë rjetur, në kanë sekatuar. E jemi bërë për bukën e gojës, mos folë si buka e gojës. Ta vrasim mitin dhe t'jemi gjithë në shesh. Doreqe! 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 Unë jam banori ka Inës Dukatit, me ka marrë se një për ju sotu në të shesh, të te mbushur, në to që janë me njerët që kërkojnë drejtësi. Këta dinozaur politik të 36 viteve, tuan akoma të jetoj me evolucion, të marrin forma zvaranikësh, por ne jemi këtu, t'i rëzojmë dhe bishpori me revolucion. Arsyeja sepse Edi Rama akoma nuk po ikën, është sepse po përgatit shokun e qelisë Sali Berishën. Prandaj të qëndrojmë të bashkuar dhe të vendosur në kërkesat tona, sepse kjo është toke shqiponjave dhe jo fole e laraskave. Falenderit! Jam këtu në emër të të rinjve që janë lodhur duke parë se si po merrit armja jonë para syve. Jam Origjinka Dukagjini, një tërë të cilën ka mësuar të kemi dignitet dhe mos të heshti përballë padrejtësisë. Ka mësuar që ne duhet të mbrojmë thjesht, nuk duhet të mbrojmë thjesht një copë tokë për Shqipërinë tonë, natyrën tonë dhe të ardhmen tonë, sepse kur qeveria dhe një kryeministër si Edi Rama nuk dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe të rinjve, atëherë kemi ne të tyrë që të flasim. Nuk duam një vend ku gjithçka sakrifikohet për interesa, por një Shqipëri ku zëri respektohet dhe armja jonë nuk shihet. Rama ik, Berisha ik! Përshëndetje të gjithë shqiptarëve kudo ku janë në përballë. Së pari po ju prezantohem, unë jam Franci, kam mbaruar dhe kam ardhur këtu në fakt për të folur për shëndetësi shqiptare. Jam një infermier i diplomuar që para 3 vitesh dhe sot nuk punoj si infermier, sepse rroga është shumë e pakët. Taksat paguhen dhe rrogat nuk ngrihen kurrë. Po të shikoni, në për spitalet ndodhin vjedhjet më të mdhaja. Onkologjiku, si që tha edhe Osman Stafa, aktualisht nuk ka akoma kimioterapi dhe të gjithë pacientët të cilët janë sëmur nga kjo fatkeqësi shëndetësore, sot po vdesin dhe po vuajnë, bashkë me familjarët e tyre. Ju falenderoj shumë gjithë shqiptarëve kudo ku janë, ju dua shumë! Dorheqje! 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 Më fort akoma! Edhe më fort! Dorheqje! Me qëra fjalla, ky nuk ka ikur akoma. Po në ditën e 10, ju i keni hequr trurin ti këtu. Ky ka filluar të shohë ëndra me grek, me iranian e me gjithë farsoj të tjerësh. Po ëndrën më të keqe ky se ka pare ende. Ëndrën që ju do t'i këpusni këmbët e karriges një nga një. Dorheqje! Dorheqje! Edhe dy batutat e fundit mos i harroni. Jo vetëm ky, se janë bashk
Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Nesër është përvjetori i lidhjes së shqiptarëve, i lidhjes së Prizrenit, dhe duke dashur t'ju bëj ftesë të gjithëve shumë e më shumë që t'jemi në shesh. Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nga Tirana dhe e gjithë Shqipëria, nesër më shumë! Nesër më shumë! Ju dua! Këtu telefonia nuk e keni idenë se sa njerëz duan flasin. Duket sikur ka një debat mes atyre që duan flasin dhe atyre që duan marshojnë. Por, siç duket, rinia e ka fituar debatin. Ata duan marshojnë. Por para se të marshojmë dua të themi vetëm dy fjalë. Mos harroni, nesër do jetë protestë kombëtare dhe ftojmë çdo shqiptar të jetë këtu. E dyta, falenderojmë të gjitha media që kanë qenë dhe në veçantë News 24 që ka qenë live gjatë gjithë kohës. Ka një mënyrë se si bëhet. Ndiqni shembullin, hajdeni këtu, rrini live, sepse Shqipëria do fitoj. Shqipëria e nesërme do t'jetë ndryshe. Shqipëria e nesërme do t'jetë të gjithëve, nuk do t'jetë të pakëve. Deri atëherë, le të marshojmë siç kemi bërë për natë. Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Deri atëherë, revolucion! 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 Natën e mirë dhe zbukurojnë Tiranën! Zbukurojnë çdo rrugë! Zbukurojnë çdo